Sepse media ka patur informacione që shumë shefa komisariatesh, jo vetëm shefa komisariatesh, por shefa krimesh brenda komisariatave, kanë qenë të lidhur me element kriminal në disa raste. Le të themi që madje kanë qenë vetë grupet kriminale që caktonin shefa në poste kyçe, le të themi, deri tek drejtues të krimeve të ndryshme, në komisariate për të patur në kontroll çdo gjë që rreth territorit që ata i mbulonte. Lëvizjet e papritura në policinë e shtetit në Shqipëri në fakt nuk është se kanë bërë ndonjëherë bujën e madhe. Ne i kemi ditur shumë mirë që kjo lloj transferimi, pra largimi i shefit të komisariatit numër 2 tek komisariati 3 dhe ai treshit tek 2-shi, tregoj që nuk kemi të bëjmë thjesht me familiarizimin e krimit, po kemi të bëjmë diçka edhe më lartë. Në momentin që policia e shtetit vendosi, në fillim në fakt ai u fol për shkarkime, pra shkarkim të komisariatit, ndryshimet kupolës drejtuese. Në fakt, shefi komisariatit numër 2 vazhdon të jetë në detyrë, por kemi vetëm një ndryshim që shefi i krimeve pranë këtij komisariati është huazuar nga komisariati numër 3. Dhe kjo për shkak sepse ka dyshime të arsyeshme që shefi i komisariatit numër 2 mund të ketë patur dieni apo mund të ketë patur kontakte me Altin Morinën, i cili është një personazh i njohur i botës së krimit, i cili dyshohet për ngjarje të rënda kriminale dhe për lidhje të forta me grupe kriminale.